Partia Demokratike me 11 maj do të bajnë ndryshimin e shumëpritur për çdo shkodran dhe për çdo shqiptar. Fitoria jonë është pikërisht e bazuar dhe është e garantuar nga ky pozitivitet dhe kjo energji. Nuk e kam pa në fakt, edhe para pak ditëve të njëjtën energji tek ai takimi i turpit i Edi Rams, aty me ato personat për cilët më vjen keq, sepse e transmetonin në fytyrat e tyre që ishin aty pa vullnetin e tyre. Ishin quar me zër, duke u kërcënu me kashatën e gojës, me punën. Fytyrat të cilat e di shumë mirë që nuk ndajnë asgjë me modelin e Edi Ramës. Ato gra që janë krejtësisht e kundërta e modelit e Edi Ramës. Ati që gratë është mësu t'i dhunoj, jo vetëm fizikisht, por dhe psikologjikisht. Ati që mendon se nëpërmjet talljes me gruan mund të denigroj burrat, por nuk e din që në familjet shnoshta shqiptare, në familjet e shnoshta shkodrane, thelbi, kolona, shtylla kryesore janë burri dhe gruaja, dhe nuk mund të përdorësh njënin për të tallë tjetrin dhe të denigru tjetrin. Në çdo familje të shnoshtë. Këtu më besoj se tani ma ka qartë çdo shqiptar dhe kam bindjen absolute që nuk ka mujt me nxjerrë në herë më mirë në pa fytyrën e vërtetë të tij problemet serioze që ka me moralin e me karakterin. Nuk ka asgjë të përbashkët me moralin e karakterin, me vlerat e parimet që ndan shoqëria shqiptare dhe në veçanti shoqëria shkodrane. Baheni sa më shumë, që të ndikoni sa më shumë, jo vetëm tek gratë, por edhe tek burra ku keni autoritet pa diskutueshëm. Ndikoni në shoqërinë tonë, që na bashkohen në rrugtimin tonë të sigurt drejt fitores së 11 majit.